Horoskopi e martë, 17 shkurt. Dashi. Dashuria sot mund të sjellë surpriza të këndshme, veçanërisht nëse jeni të hapur për komunikim të sinqert me partnerin. Nëse jeni i beqar, një bisedë e papritur mund të ndezë një shkëndijë të re. Në vendin e punës, përpiquni të mos i merrni kritikat personalisht dhe të shihni mundësitë për të mësuar nga to. Shëndeti juaj mund të ndikojë nga stresi i tepërt, ndaj merrni kohë për relaks. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet. Demi. Në jetën sentimentale, një bisedë e hapur do të ndihmojë për të sqaruar keqkuptime të vogla. Nëse jeni në një lidhje, sot mund të ndiheni më të afërt me partnerin përmes një aktiviteti të përbashkët. Në punë, një lajm i mirë mund të vijë nga një koleg që ju vlerëson përkushtimin tuaj. Shëndeti është i mirë, por mos e neglizhoni aktivitetin fizik. Financat kërkojnë analizë të veçantë. Analizoni mirë çdo shpenzim përpara se të merrni një vendim të madh. Binjakët, ditën ngrohtë në dashuri, mund të merrni një shenjë vlerësimi nga dikush që ju pëlqen prej kohësh. Çiftet do të ndiejnë nevojën për të forcuar lidhjen me gjeste të vogla dashurie. Në fushën e punës, një projekt që ka ngecur mund të marrë drejtim të ri fal një ideje tuaj. Shëndeti është në nivel të mirë, financat mund të përmirësohen nëse jeni të kujdesshëm. Sot është dita për të bërë plane afatgjata financiare. Gaforia. Në marrëdhënie ndoshta do të ndjeni nevojën për më shumë intimitet ose mirëkuptim. Beqarët do të kenë mundësi të takojnë dikë interesant gjatë një aktiviteti social. Në punë, përpiquni të qëndroni të organizuar pasi mund të lindin detyra të papritura. Shëndeti do të përmirësohet nëse i kushtoni më shumë vëmendje ushqyerjes. Financat janë të qëndrueshme. Në fund të ditës, një lajm i mirë mund të vijë nga një i afërt. Luani, energjia e sotme ju shtyn të shprehni ndjenjat pa frikë duke përmirësuar klimën në çift. Beqarët do të kenë mundësi të reja për njohje, por duhet të bëjnë hapin e parë. Në punë, bashkëpunimi është çelësi i suksesit sot. Ndaj dëgjoni sugjerimet e të tjerëve. Kujdes për shëndetin. Virgjëresha. Në dashuri një gest i vogël mund të kenë ndikim të madh në marrëdhënien tuaj. Beqarët do të ndihen më të sigurt për të hapur zemrën ndaj dikujt të ri. Në aspektin profesional, sot është dita për të treguar vendosmërinë dhe përkushtimin tuaj. Shëndeti është i mirë, por mos e lini pas dore aktivitetin fizik. Financat mund të përmirësohen fal një oferte të papritur. Peshorja. Një ditë e mbushur me emocione pozitive në marrëdhënie, partneri mund t'ju surprizojë me një dhuratë ose propozim. Beqarët do të ndihen tërheqës dhe mund të tërheqin vëmendjen e dikujt të veçantë. Në punë, përkushtimi juaj do të vlerësohet dhe mund të merrni një detyrë të re. Kujdesuni për shëndetin. Financat janë në rritje. Akrepi. Gjërat në dashuri mund të jenë pak të tensionuara. Përpiquni të komunikoni me qetësi për të evituar keqkuptimet. Beqarët janë të prirur të bëjnë njohje të reja gjatë një udhëtimi ose aktiviteti të pazakontë. Në aspektin profesional, sfidat do të kërkojnë durim dhe kreativitet. Shëndeti kërkon më shumë vëmendje, veçanërisht në aspektin e ushqimit dhe pushimit. Financat janë të qëndrueshme, por nuk duhet të merrni rreziqe të panevojshme. Shigjetari. Në dashuri mund të përjetoni një afrimitet të papritur me dikë që e keni njohur prej kohësh. Shiftet do të ndjejnë më shumë harmoni në marrëdhënie. Në punë, përqendrohuni në detajet për të shmangur gabimet. Shëndeti është i mirë, por kujdesuni. Financat janë në ekuilibër, por mos i injoroni detajet e kontratave ose marrëveshjeve. Sot është dita për të bërë plane të qarta për të ardhmen. Bricjapi. Ditë harmonike në dashuri me mundësi për të zgjidhur çështje të vjetra me partnerin. Beqarët duhet të jenë të hapur për njohje të reja pasi një takim i rëndësishëm mund të jetë premtues. Në punë, mundësia për të treguar aftësitë tuaja do t'ju jap më shumë vetbesim. Kujdesuni për shëndetin duke kushtuar vëmendje dietës dhe pushimit. Financat janë të mira, por mos u nxitoni të investoni pa analizuar mirë rreziqet. Sot është dita e duhur për të negociuar marrëveshje të reja. Ujori. Marrëdhëniet romantike janë të mbushura me pasion dhe mirëkuptim, duke forcuar lidhjen tuaj. Beqarët do të ndihen më të motivuar për të kërkuar dashurinë dhe mund të takojnë dikë të veçantë. Në punë, kreativiteti do të jetë në kulm dhe do të vlerësoheni nga eprorët. Kujdesuni për shëndetin duke bërë ushtrime relaksuese. Peshqit. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të ndihmojë në rikthimin e harmonisë në marrëdhënie. Beqarët kanë mundësi të njihen me dikë përmes rrjeteve sociale. Në punë, një detyrë e re mund të jetë sfiduese, por do t'ju jap mundësi për të rritur aftësitë tuaja. Kujdesuni për shëndetin. Financat janë të qëndrueshme, por mos bëni investime të mëdha pa u këshilluar me specialist. Sot është dita për të bërë ndryshime të vogla.